Ftoj për fjalën e rastit zonjën Gjoana Nano. Të dashur miqe dhe shamirës, i nderuar zoti kryeministër. Dita e sotme është për mua dita më e errët dhe e trishtuar e jetës. Po ndahem me njeriu me të cilin kalova një çerek shekulli jetë dhe me të cilin më lidhen përveç dashurisë shumë e shumë ëndra, shpresa e zhgënjimet përbashkëta. Sot është një nga ato ditë që unë nuk do të dëshiroja të jetoja kur. E tillë është kjo ditë edhe për fëmijët tanë, Sokolin, Etën dhe Klajdin. Këtu e një çerek shekulli më parë, unë një vajzë fare e re, me intuitën e moshës pafajshme, rash në dashuri me Fatosin. Atëherë sigurisht nuk e kuptoja pse. Por tani e di. Kisha rënë në dashuri jo thjesht me Fatosin si person, por shumë më shumë se kaq. Kisha rënë në dashuri njëkohësisht edhe me vizionin e një Shqipërie ndryshe, komplet tjetër nga ajo që jetonim aso kohe. Të një Shqipërie që për herë më shumë lipsej të largohej me urgjencë nga tradita e saj shekullore e barbarisë, hakmarrjeve, liksive, primitivizmit, dhe të fitonte një kurs tjetër, civil, modern dhe europian. Dhe të gjitha këto do t'i gjeja tek Fatosi. Gjë që më lejoni ta përsëris. Nuk e pata menduar me kaq qartësi atëherë. Me kalimin e kohës, ditë pas dite, unë pata fatin të zbuloja tek Fatosi vlera dhe cilësi që nuk janë aq të shpeshta në jetën tonë, aq më pak në jetën publike dhe politike. Për këtë arsye, e ndjej për detyrë publike dhe morale që disa cilësi të tijat, të cilat me mirënjohje të thellua them, besoj se i njohim të gjithë. Por mbase, kur vjen një moment si ky, ja vlen të përmblidhen. Sepse Fatosi ishte shumë më tepër se sa një figurë publike. Shumë më tepër nga ato që janë thënë dhe do të thuhen në histori dhe nëpër media. Fatosi ishte i vërtet. Ai nuk dinte dhe nuk donte asnjëherë të shtirej. Ai nuk merrte poza. E urrente populizmin. Ai bënte atë që besonte dhe besonte tek ajo që bënte. Sepse ai besonte me shpirt në vlerat europiane. Fatosi ishte në veritës ndaj banalitetit, servilizmit dhe paaftësisë. Siç e ka thënë vetë, ai eci mes baltës së politikës pa u bërë pis prej saj. Fatosi nuk ishte një njeri i zakonshëm. Ai nuk bënte asgjë për gjysmë. As punën, as miqësinë, as dashurinë. Ai kishte një zemër të madhe. Një zemër që dinte të falte, të mirë kuptonte dhe të donte me gjithë qenien e tij. Hakmarrja ishte një cilësi të cilën ai jo vetëm nuk e kishte, por nuk pranonte ta njihte.
Më së miri, këtë e dëshmoi në periudhën kur e drejtoi qeverinë me një herë pas burgimit pa drejt, kur vendi ishte në prag të përplasjes më të madhe civile. Ishte sjellja e tij që rindërtoi atë që edhe pse nuk duket, është thelbi i jetës së një vendi. Paqja sociale. Në emër të saj, Fatosi solli një frymë të re, që e konsideronte jetën politike jo si përplasje, por si garë dhe konkurrencë, përplasje alternativash dhe jo luftë, por si marrëveshje dhe kompromis. Ishte i drejt për drejt, ndonjëherë kokfort dhe i vështirë, por gjithnjë i ndershëm me veten dhe të tjerët. Ai e donte këtë vend me gjithë shpirt. Dhe pavarësisht çmimit lart personal që ju desh të paguaj, nuk hoqi kurrë dorë nga përpjekja për ta parë Shqipërinë më të drejtë, më të begatë, më demokratike dhe mbi të gjitha, më njerëzore. Të tillë paraqitja i Shqipërinë edhe në takimet ndërkombëtare me burrat e shteteve, nga Washingtoni në Bruksel, Paris, Londër, Athinë, Stamboll e Gjetk, në takimet ku tingëlloi veç të tjerave edhe elokuenca e tij e njohur. Për të gjitha këto sot, me zdimje së thellë, kam një ndjenjë edhe më të lartë mirënjohje. Mirënjohje që pata fatin ta njihja. Mirënjohje që pata fatin të ecja krahti. Të qeshnim dhe të vuhanim bashk. Të jetonim. Dua t'i them edhe njerë publikisht, faleminderit Fatos. Faleminderit që më deshe dhe që më the mundësin të dua. Faleminderit që ishe ky që ishe. Faleminderit që edhe vetën tënde, të gjithën, pa kursim, për mua, për ne, për vendin tonë. Do të mbetesh për herë në kujtesën tonë, jo vetëm si burr shteti, por mbi të gjitha si njeri u ynë. U presh në paqen pranë Zotit. Ftoj për fjalën e rastit Zotin Sokol Nano. Të nderuar të pranishëm, familjar, miq, shok, të afërm e dashamirës. Jam thellësisht i prekur nga gjithë vëmendja për kujdesja dhe dashuria juaj që kam ndjerë për babain tim në këto ditë të vështira për familjen tonë. Ju jam mirënjohës për fjalët e ndjera, mesazhet e panumërta, telefonatat nga të katërt anët të botës në nderim të tij. Në emër të familjes, ju shpreh mirënjohje shqiptarëve ku ndodhen, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malinezi dhe diasporë. Familjen time e ka lidhur thellësisht fati me popullin shqiptar, dhe ne kemi ndjerë mbështetjen e njerëzve që e kanë dashur Fatosin dhe familjen tonë shpesh dhe të qartë. Por sot është një ditë ndryshe. Sot Fatos Nano, babai, bashkëshorti, gjyshi, daja, miku, lideri, ikën nga kjo botë, por vetëm fizikisht. Imat ishte i pari që më foli për demokracinë. I pari që nuk e kishte frikë humbjen, sepse ai ishte një kalorës. Dhe më dha mësim
me forcën e shëmbullit. Ai më mësoi shumë çka, garën e vërtet, udhëheqjen si përgjegjësi, ringritjen. Ai ishte njeriu shumë dimensional, që më foli për socialdemokracinë, për ekonominë e tregut, për Shqipërinë europiane, për distancimin nga Afrika, sepse ai e donte lirinë si frym, jo si slogan. Ai besoi gjithmonë se politika shkonte përtej luftës personale. Ai ngrinte ura, nuk ndërtonte mure. Ai mbodhi ide, kulturë dhe qytetari. Ishte i butë dhe hokatar, tolerant me gjithkënd që mendonte ndryshe, brillant në argument, i ashpër dhe i drejtë kur kërkoi vendim dhe kurajo. Sot i them Lamtumir Timeti dhe faleminderit për trashëgiminë e vyrë që na la. Faleminderit kampion për guximin, për kulturën, për qytetarinë, për batutat, për kokëforcinë dhe për zemrën. Për lirinë që na mësove ta mbrojmë, brenda dhe jashtë vetes. Ne do të të kujtojmë si baba, si shok, si burr i rrallë shteti që vuri atë dheun përpara vetvetes. Faleminderit. Ftoj për fjalën e rastit Kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama. I thonë një fjale vdis pa të dua. Sa të doja i dashur Fatos të uleshim sonte në një nga ato darkat tona të rralla të viteve të fundit, plot me shijen e ajrit pastruar mes nesh, e t'i kalonim deri vonë në atë revistën tonë të ngjarjeve e të personazheve të ndryshëm, tërë që tha e që shkrua për ty, qysh se doli lajmi, që këtë herë t'i ike për gjithë një. Po sa të pas kanë dashur e të pas kanë admiruar, mor buri dheut. Po dhe ata që se lanë shkop, ndën rrota pa të vënë, dhe gurë në kuriz pa të hedhur, me zi që pas këshim pritur, të ta tregonin dashurin e adhurimin, sa po ta merrin vesh që nuk do t'i hapësh më syt. More deri dhe ata që të kallën në burg, duke t'akuzuar si vjedhës, dhe që erdhën të vrasin në zyrë, duke të mallkuar si vrasës, e që të lëshuan mbi fytyrë për vite e vite tëra me radhë, tërë të zeza dhe gjuhës shqipe, veç ta shije se si ti kanë qëndisur, aq bukur, fjalët e admiratës tyre. Plasja më vjen, që si jemi do të sonte për një darkë që s'do kishte të paguar. Po ndërkohë, në vend se të qeshja ca me ty sonte, mua më duhet rendis fjalët e një lamtumire, të cilën, të them drejtën, nuk e imagjinova do të fare hiç, as pasi miku ynë Solis më shkroi me keqardhje të madhe se kishe hyrë në një koma irreversibile. Mendova atë çast vetëm gruan tënde të pahepur, Gjojin, që do të vazhdonte të rrinte te koka edhe për kush e di sa vjet të tjerë, si një roje besnike e gjumit tënd pambarimt. Por të betohem, asfare nuk të mendova ty, as se si jo, të shtrirë në një arkmort, për të ikur me të vërtet nga kjo jetë, të cilën e deshe dhe jetove
duke ja marrë sa mundet të tëra orët e voglat natës, e duke ja pirë gotat e fatit me fund, ashtu si vinin, dhe duke ja tymosur kapituit me poat ëndje, qoftë kur ngjiteshen maj, e qoftë kur preke fundin, apo kur të hiqesh e bënjan. Po ja që erdhi befasisht për mua kjo ditë zije dhe mëra puna e vështirë të parës Lam Tumir, që kryetari i familjes më të madhe politike të shqiptarëve i jep jo thjesht një paraardhësi, por të parit kryetar themeluesit të familjes sonë. Dhe teksa rrotullohesha me sy anë përqark faqes bardhë në ekran, duke përpjekur të nxjerr nga duart fjalët e kësaj Lam Tumire, mu ndërmend ajo historia jote me vdekjen e Mao Zedongit. Dhe mu duk vetja fiks si ai drejtori i metalurgjikut që duhet u thoshte diçka kinezëve të mbledhur në sheshin e madh të kombinatit pas lajmit të ndarjes nga jeta të kryetarit Mao. I hutuar për situatës papritur, drejtori kërkoi mendje lartë në Komitetin Qendror, se ç'duhet bënte me turbën e kinezëve të grumbulluar në shesh që të ishte në lartësinë e ngjarjes. I thanë se do të pyesin lart fare dhe do t'i kthenin përgjigje. Por kur përgjigja po vononte dhe kinezët nuk luanin vendit, i shkreti drejtori ra përsëri telefonit në kërkim të orientimit nga lart. Na thoni ç'të bëjmë, tha se nuk pret puna. Përgjigja që mori ishte çarmatose. Orientim nga lart fare nuk ka, kështu që bëni siç keni bërë herë të tjera. Natyrisht që këtë herë është shumë ndryshe nga herët e tjera, edhe sepse njeriu që ikën sot pa kthim nga Tirana, ku lindi, u rrit, u adhurua, u anatemua dhe bëri histori, është një rast të eti veçantë, për të përcjellë me fjalët e rastit pa u bërë qesharak. Siç më duket mua të paktën se u bën ata që duke folur për ndarjen nga jeta të Fatosnanos, morën me të mirë tërë këto ditë veten e tyre. Me Fatosin në ndam, thyem dhe rindam buk. Por historia e marrëdhënies sonë zhvilluar mes ekstremesh, nga birësimi im në familjen socialiste me bekimin e tij, deri tek vrasja e babait për marrjen e skeptrit të tij, nuk ka vend këtu në këtë eulogji. Ose jo, ka vend vetëm për një fakt. Nëse jam unë sot zëdhënësi i idhërimit krejt familjes madhe socialiste, kjo lidhet padyshim me intuitën dhe me guximin e kryetarit themelues për të mëftuar dhe dhënë vend në odën e shtëpisë sonë politike, duke thyer aso kohë një mur të madh ndarës me shoqërinë e kohës, kur shtëpia e socialistëve nuk që aerosur ende plotësisht nga era e shkuarës. E kam pyetur veten në kohë të ndryshme nëse Fatosnano e deshi apo jo barrën e kryetarit Partisë Socialiste. E nëse vërtet e mori përsipër apo ajo i ra mbi shpatulla me të tërë vlerësinë e faktit kryer ato ditë net kur armata e shpartalluar komuniste kryente funeralin e Partisë Punës në mes shkretirës me flamurin e rreckosur të diktaturës proletariatit në gjysmë shtize dhe me moralin e rënë nën shuajt e këpucëve të shqyra nga marshimi 45 vjeçar drejt horizontit kuq, që vetëm largohej derisa u zhduk në gurmazin e konsumuar të komunizmit, i cili tamam në sallën e madhe të këtij pallati kongresesh nxirrte thirrjet e fundit për luftë me tërë planetin, teksa era e papërmbajtshme e ndryshimit që frynte e përplasej mbi kongresmenët
e kthente vajtimin e egërsh dhe dëshpërimit tyre në një fishkëllim, sa qjerse, aq edhe qesharake, kur nga foltoria shpallej dorëzimi përpara realitetit. I gjendur aty, mes fytyrave verdacuge të udhëheqësve, gjemi mbytur nga ardhja e qametit dhe sekretarëve lëkurreshkur nga dielli i ara fabrika kantiereve, qorri, siç e quanin shokët dhe e quanin mes nesh, më duket gjithgjë si protagonist dhe si peng njëkohësisht. Fytyra e dy kumtim të kuadrit të ri të partisë, që punonte në Institutin e Marksizëm-Leninizmit dhe e profesorit Garip Ekonomikut, që tregonte barsaleta tallse për regjimin duke pirë raki dhe që luante Beatlesat dhe Rolling Stonesat me kitarën e tij. Nuk e kam dyshuar asnjëherë që pikërisht profili i tij jo skematik i dha Fatosnanos me hirin e pahirit, skeptrit e të majtës porsalindur pas varrimit Partisë Punës. Por besoj se vetë uljegritit e forta të rrugtimit tij politik, për te i forcës përcaktuese të ngjarjeve, deri dhe të rënda fare ishin pasqyrë e pikërisht një dyzimi të thellë mes protagonistit të madh dhe pengut një detyre, për të cilës ai tentonte të arratisej sa herë që t'i jepej mundësia. Por ama që pikërisht ai dyzim, pjellë e natyrës tij jo dogmatike dhe as pak sistematike, i kombinuar me burgosjen absurde, e cila ekspozoi të gjithë dogmatizmin primitiv të pekmarsve, jo vetëm të Fatosit, por të vetë Lëvizjes Demokratike, që u bë fati i Partisë Socialiste dhe e bekoi Fatosnanon si lider të pak konkurrueshëm socialistëve, duke i dhënë Partisë Socialiste një frymarrje të re dhe një perspektivë reale për të kthyer në forcë dominante e politikës shqiptare. Pas sakrificën e tij të imponuar, socialistët do të kishin pasur një fat më pak bujar, por edhe vetë Fatosi i pat sakrificë të imponuar mbase nuk do të ishte bërë një lider aq gjatë në një kohë trazirash e ngatresash jashtë e brenda partisë, ku lidershipi i tij ishte shumë më tepër frym se sa prezencë, shumë më tepër hapësirë se sa kohë, shumë më tepër improvizim se sa programim, e ku natyra e tij leadershipi së bashku me rikthimet e bujshme të kryetarit pas arratisjeve të tij për bërë një material historik dhe sociopolitik me një vlerë të jashtëzakonshme. Për këdo që një ditë do të marrë përsipër ta zbërthejë vërtetësisht dhe jo ta mbërthejë hipokrizisht rolin vendimtar të Fatosnanos, jo vetëm mbi atë që ishte në drejtimin e tij, po dhe për atë që u bë më pas Partia Socialiste. Në selinë e partisë që ai udhëhoqi, qëndron një foto, tani më e mirënjohur e tij, e cila për mua mbetet pamja më domethënëse e Fatosnanos fill pas daljes nga burgu. Mbefason gjithnjë ndryshimi i hatashëm mes atij Fatosi dhe Fatosit prangosur para gjykatësve që e burgosën. Fatosi i gjyqit është presori i ekonomikut, që mbahet fort për sytë e popullit para burgosjes, pengi dyfisht i asaj dite kur i hodhën në kurriz barrën e madhe, që mbase nuk e deshi asnjëherë me gjithë shpirt, dhe i persekutorit tij xahil, që e deshi me patjetër në burg. Ndërsa Fatosi tjetër, ai i Selis, i sapo dali nga burgu, me dorën e majt që tregon përpara dhe syt që shkëlqejnë plot xixa, është një kafshë rrallë politike, që për te të gjithave dhe pavarësisht të tërave, kanë radhën më të parë meritën e madhe që Partia Socialiste nuk lëvizi asnjë moment nga graviteti i interesit kombëtar, çka përbën sot e gjithë ditën një tabu për PS-n dhe e bën PS-n krenare për qenien e saj, një zëdhënëse, një mbrojtëse dhe një promotore e palëkundur e interesave madhore të vendit dhe të kombit shqiptar. Ndër ata që e nderuan kryetarin ton me fjalë të mëdha pas vdekjes, ishin dhe ata që e ngritën dhe ulën tradhtar,
pse takoi Slobodan Miloševićin gjatë një aktiviteti ndërkombëtar në Selanik dhe për plot të tjera që nuk ja vlejnë t'i kujtoj. Unë e kam dëgjuar prej tij bisedën me kasapin e Beogradit dhe nuk e kam idenë nëse Fatosi e ka lënë të shkruar diku. Por jo vetëm që në atë takim në atë bisedë nuk ka asgjë prej tradhtari, po kur një ditë të dalin si duhet në dritë, fjalët e thëna në atë takim, si dhe takimet, bisedat dhe bashkëpunimet e Fatos Nanës me patriotët e lëvizjes kombëtare për lirinë dhe drejtat e shqiptarëve në Kosovë dhe në Maqedoni, atëherë askush nuk do të mund të vërë ndyshim se kontributi patriotik i kryetarit themelues partisë sonë për shlirimin e Kosovës dhe për nënshkrimin e marrëveshjes së Ohrit e rendit Fatos Nanon në rreshtat e nderit të historisë së Shqipërisë. Pas varrosjes partisë punës, Fatos Nano ishte kyç në kalimin e shkretirës për socialistëve dhe në bashkimin e tyre me botën demokratike. E kam kujtuar dje gëzimin e tij pas takimit po në sallën e madhe bashkëngjitur, ku lajmëroi pranimin e Partisë Socialiste në Internacionalin Socialiste si një familje idesh progresiste të kohës së re. Si dita e diplomës kjo sot, më tha duke qeshur. Në krye të qeverisë vendit, ati ju desh drejtonte daljen e popullit nga shkretira e piramidave dhe rifillimin e shtetëndërtimit nga zeroja. Pas katrahurës rrafshuese të vitit 97, duke u përballur me një opozitë primitive, hakmarrëse, destruktive, deri në sulmet armatosura ndaj institucioneve dhe ndaj tij personalisht, fizikisht. Gjithsesi, kjo nuk është dita për të shkruar historinë e Fatos Nanos, po dita për t'i dhënë atij lam të mirën. I dashur Fatos, do të më mungojnë darkat e rradha miqësore, komunikimi ynë si mes shoferit të turnit parë me shoferin e turnit dytë për të njëjtën makinë, ku e kuptonim njëri tjetrin ajër dhe ku kur ndodhte të ndanim ndonjë dilemë strategjike, këshillat e tua vinin të qëruara mirë, duke më ndihmuar shumë për të vënë pikën mbi i. Ndërkohë që kur mendoj se çfarë katër rotaku sovjetik more ti dorëzim në turin e parë, me çfarë mjeti më të mirë mora unë prej teje në dytin, për ta kthyer Partinë Socialiste në brandin e shpejtësisë për Shqipërinë Europiane që është sot, më vjen krejt natyrshëm të mos të them lam të mirë, po thjesht mos vdek shkur Fatos Nano. Përpara se të japim lam të mirën ish kryeministrit të Shqipërisë, Fatos Nano, i dekoruar me kordonin e madh me yll të mirënjohjes publike, ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar. I paharruar kujtimi i tij.
patrol dhe familjar.
pjesa e Deja Tmanjës,